Problematikat e pronësisë në objektet monument kulturore në Gjirokastër po rrezikojnë dëmtimin e vlerave historike dhe ndërtimore të qytetit të Gurtë. Si shkak i kësaj situate, disa prej godinave historike dhe shtëpive karakteristike janë dëmtuar apo kanë humbur vlerat muzeale. Strukturat e trashëgimisë kulturore aktualisht po ndërhyjnë për restaurimin e disa prej banesave të dëmtuara, si ajo e angonatëve e të tjerë, por zbatimi i projekteve të tilla bëhet i vështirë në objektet muzeale që kanë probleme pronësie. Problemi pronësisë është problemi kryesor në të gjitha banesat Gjirokastrit, për arsye se që nga projekti ndërhyrjes secila kërkon vërtet një certifikat pronësie. Duhet të dalin njerëz të cilët të jenë të përgjegjshëm për këtë pronësinë që kanë në këto objekte. Ka disa objekte të cilat që nga kjo e para, të cilat kanë ose kanë shumë bashkëpunar ose nuk kanë certifikata pronësie. Kjo vërtet ndikon në mos riparimin e tyre, në mos rënien e dakord të gjithë pronarëve, dhe ne kemi të vështirë që të ndërhyjmë në raste të tilla. Ka shumë objekte si Lolomani, si objekte të tjera janë shumë me vlera të mëdha për Gjirokastër, por të cilat janë aktualisht pa pronar. Janë disa objekte të trashëgimisë kulturore në qytetin e Gjirokastrës, të cilat janë restauruar me fonde publike, si dhe nga vetë pronarët, duke u vendosur në shërbim të turizmit.